Ata na ndajnë, por ne bashkohemi. Pse mendoni se jemi bërë bashkë sot? Musliman dhe të krishterë apo edhe jo fetar? Shqipëria nuk është plaçka e atyre të paftyrëve. Në fakt, Shqipëria nuk është as pronë e jona, por sikur se thot Roger Scruton, ne e trashëgojmë nga paraardhësit tanë dhe u jemi borxhrin fëmijëve tanë, pasardhësve tanë, për t'ju trashëguar ligjet që na urdhëron Zoti dhe jo ligjet që shkruan pushteti i batakçinëve. Pse duhet i bëjmë rezistencë atyre o shqiptarë të mirë? Sepse u jemi borxhrin fëmijëve tanë dhe rehatia sot e jona do t'ishte bashkëpunim me të pafytyrët e pushtetit. Dua t'ju them në fund që sot duhet jemi bashkë mbi të gjitha të nderojmë Krijuesin që siç na udhëzon në Kur'an, duke vepruar për të mirën dhe duke refuzuar të keqen, dhe siç shkruan dhe na mëson Bibla, të jemi bashkë sepse nëse Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh?